Ke frikë, mos bëj pyetje të vështira. Se ti bëhet dhe më brava. Nuk do të bëj pyetje të vështira. Ja më bëj çfarë dush ti, feel free. Kam dhe pak pyetje, në fakt po. Kam dhe shumë pak pyetje, por janë pyetje të vështira për të përgjigjur më shumë se sa për të bërë. Ke pasur një problematik me zemrën. Po. Ke bërë një operacion goxha të ndërlikuar. Si e konstatova? Shive, as vetë se di se konstatova, po isha me një punë thash diku tjetër, shkova emergjencë, më quan ato vetë në emergjencë spital, isha në sezon, keq fare, ato spitali më thoshin jo ftofje muskulare, jo veshkat, se vërtet më dimshin nga veshkat, nuk më dinte zemra, më dinte keq, i bija drasës, keq. Ba mrapa më thas te spitali do të pushoj pak, të shohin të bëjmë analizat. Ato të puna atje kishin kujtuar që unë po bëj kot, nese. Shkova prap të puna, të beton, ti e njeh shumë mirë menaxherin e Kalas, Kostën. U më zor se nisa Chelsea mu drejta dora, që ta nisja makinë, nuk u niste dot. Kalova shumë periudhë të keqe, por prap nuk më thoshin që ka zemra, se po të kishin zemrë isha bë direkt që shkoj kështu vizituar. Kur shkojnë aty i smur, ikun për të marrë rrogën, thot, jo, thot, s'ta japim rrogën kaq sa ke punë sezon. Thash, çfarë? Jo, po tha, një drejtoresh në gjë, thash, unë kam folë me pronari, thash, ai më ka, kena folë, bëre, hajde, marrëm këtë gjë. Jo, siç ishte dosja, e kështu thash, na thash, nuk, ato lekët si du, unë nuk vi më me punu këtu. Thash, sepse njeriu që ka, fal për fjalorin këllçe, vjen e fol, si zotëri, nuk jam i kënaqur, jo po ti ke dëshirën punën, ai vetëm çojë në spital 2 herë edhe në Tiranë që jo vetë, domethënë një nga punojësit e tyre, i thash kështu, po jo si mund unë shtirën bëj smut, si mund shtirën. Po operacioni pastaj çfarë? Edhe unë shkova edhe por i thash mamit, do ma thash, po merret frymë më. Shkuam te një spital si di mund të brylli si quhet afrikan, nuk e di si quhet, nuk e di të them realitet. Shkojmë në spital atje se bën vite. Bën këtë, sa atje si gjetëm, shkuam te infektivi. Infektivi del një infeksion brucelloza. Brucelloza është një infeksion që e ke dëgjuar që nga aty kur shkon, thotë shoqëru gjet, nuk u gjet zemra akoma. Brucelloza u gjet shumë. Ore prap un anomik, po më thot doktori, ore po mirë më i morëm këto, po pastrohet. Si ka mundsi? Përpensita për këto. Stres i madh aty, ushtruam se s'po unë netëm 2 muaj gati aty s'po. Kur e gjetëm më mrapa që un Brucelloza kishte prishur valvën e aortës, shkatruar. Kishin pasur lidhje ato. Po. Tani un gjeta një spital privat. Që do shkoja, edhe do vi një doktor që du ta përshëndes që fse mundem, Altin Veshtin është doktor. Doktor Altinin në përshëndesim gjithë se është ka bërë mrekullira në fakt, kështu që. Edhe po Altin Veshtin vin aty edhe më thot, po ti këtu? Pse më njefte, ai njifsha më përpara si shok kështu. Po ti këtu? Po kështu më ka dalë zemra. Edhe mbien shpull. Kështu, leçë. Thot ti budalla, po ti pse më ke marrë mua? Po them ti bë fëmijë, operacion. Po ti çfarë dukesh i rritur thati? Tha fëmijë edhe. Do iki tha do bëj për bamirësi tha në Afrikë. Ca operacione tha, do presësh mund të bëj unë operacion. Do ta bëjmë privat, jo në shtet prapë, s'ka gjë. E zgjodhja vetë, prita, fal Zotit ka qenë edhe Altini, Edvin Prifti, kanë qenë një doktor tjetër. Ishte operacion i vështirë? Po, ishte 4 orë operacion. Ka qenë një periudha që kam net gati 6 muaj në spital, e kupton se para se më mjeshin nga këto që të nxjerrin këto. Kam kaluar një periudhë shumë, po të shikosh edhe një koment që ishte aty, sepse kishifsha njerëz, them si ka shkuar. Ajo e keqja këto nuk takoja dot vajzën time, sepse infektivi nuk lën takosh të futin fëmin atje, se ishte kjo brucellozës. Nuk më fushin dot në operacion të zemrës, sepse ishte shumë i lartë infeksioni, ishte edhe infeksioni edhe të pastrohet. Duke qenë sa qëndrove në spital? Duke qenë qëndrova tani sepse do të rishë në spital se kërkonte. Jo qëndrove gjatë kanë filluar. Po, gati, thash 5 muaj. Po. Po 5 muaj në spital.
Ore 5 muaj spital. 5 muaj qëndrove pa dalë? Ore tani mund të kisha dilçe jashtë hasha në gjë që ishte shtruar, pra ishte shtruar. Ore unë isha shumë seklet, mund drejt të trupit se vishin njerëzit vetëm djalë i ri, ato vishin me respektu babin tim, unë ndjeja keq fare. Ku e shifsha, s'dohet të takonte njëri. O vllai im e la punën në Angli, burri motrës, vllai mblente filma. Para sa vitesh kanë ndodhur? Kjo i bie 10 vjet. 10 vjet, u bën nga 10 vjet. Po 10 vjet bëhet, 2016 diçka. Po 10 vjet do vishin aty vllai mblente filma me pak, kishim laptopin, e kupton? Ore nuk çdo gjë është e rekuperuar. Po, shqyr zotin nga aty kur mori Altini, mori aty edhe më man men i them të lutem doktor Altin Veshtit, sepse tani qofse unë gënjej, i bi është Altin Veshti edhe gënjeka. I them të lutem doktor, unë kam një vajzë sa ke vajzën ti. E në Altin Veshti thotë unë të kam shok e mik, sa siklet kam unë bëj për im se ka siklet njëri thonë. E një dolin lot doktorit. Altin Veshtit. Po edhe mua kupton. Edhe më thot mua një doktor tjetër tani iku Altini dhe thot shtriu thot që të bosh që do të shkosh të vëm narkoze. Jo i them do shkoj me kom të mia. Tani frika kishte tani të flasim. Ishte frika, kishim edhe ekonomi. S'kisha edhe biznes, por kishim edhe ekonomi me shkon në Turqi. Se vllai më thonte të shkojmë në Turqi ti bëjmë me robot, po kjo nuk u bonte me robot. Shkojmë në Turqi. I thosha, se zot na fal se s'është gjë e mirë, po thosha, çdo gjë me not pak në Shqipëri. Ishte ajo që, ja po shqyr zotit, fal zotit, doli ka ndryshuar, ka një ndryshime tek ty pas operacionit dhe pas asaj vështirësie. Kjo më ka bërë edhe më shumë besimin te Zoti më shumë. Lutjet, gjërat, sepse në këtë jetë jemi jemi rrugtar, edhe të jemi inshallah o Zot, sepse mos gabojmë, që të jemi me kom tok. Tani unë kam qef të jem një tip që edhe njëri që lyp duhet ta respektoj, ta dua. Nuk është rëndësishme se sa ja, po thjesht ta respektoj, mos ta injoroj. Rëndësi kjo jeta për mua është. Ke bërë gabime? Po jo, gabime, s'bëjmë gabime. Gabime, çdo njeri është gabimtar. Do t'i kërkosh falje, ti mendon që ke një njeri që mbase t'i kërkosh falje apo mendon që jo tani, po ta ke shkelur ndonjëherë? Jo. Falje më t'i kontrolloj vetëm. Të kanë bërë ty dëme? Po kanë bërë, por ka gjë që kalon. Se i kanë kanikur, e kupton, ose kanë bërë, çfarë të mërzit më shumë? Shive, ka shumë gjëra që unë më shumë që më mërzit është gjëra që ti mundohesh të bësh maksimumin të njerëzve që i do aq shumë. Edhe kur vjen një kohë ja bën, nuk është kujton se njëri ka mërkaca gjëra që të mërzisin, po unë jam mësuar edhe jam i buzëqeshur gjithkohës. E di pse, sepse i kushtoj më shumë peshorës familjes time, se sa gjëra që mund të kem bërë për shumë të tjerë, që mund të jam munduar me mish e me shpirt. Thash se më the mua ke bërë gabime, një njerëz që mund bëjmë gabime, po mund gabime që janë tolerueshme, që mos bëjmë dëme. Ky program dëgohet edhe në Spotify, është një mundësi shumë e mirë për të dëgjuar edhe nëse je duke udhëtuar në makinë. Dhe realisht gjatë kohës që ti flisje, mendoja që je një shoqërues shumë i mirë. Kjo bisedë mund të jetë një shoqëri shumë e mirë për dikoj që udhëton me makinë apo është edhe në rrethana të tjera duke dëgjuar dhe do të motivohet pak për të bërë diçka. Historia jote besoj fort, duhet besoj që është një histori frymëzimi për shumë të rinj dhe shumë njerëz që duan të ndërmarrin hapa, duan të punojnë, duan të sfidojnë pak edhe veten dhe uroj që të shihet në këtë këndvështrim. Do doja shumë që të shiheshe si një moment frymëzimi. Ndaj nëse ke edhe një koment për gjithë ata që duan të përfshihen më shumë në sipërmarrjen, biznes, të ecin, ky është një moment shumë i mirë për ta bërë. Shive, për jeta është shumë e bukur. Po është si ta ndërtosh. Është një gjë që ti ndërtesën e kësaj jete është që për mua të jemi zemër pastër, të jemi të çiltër ato që mund bëjmë. E kuptojmë që shumë njerëz më thonë që mos se kjo të fol pralla, nuk është jeta thjesht që të më flasim pralla. Është një jetë që kush është rëndësia sot? Jep një rëndësi më të rëndësishme sot familjes tuaj. Familja është gjë më e bekuar që ju keni. Pastaj, nga pjesa e suksesit, qofse ti ke një ëndër ose një dëshirë, mos rrini me pranga që kam turp të pyes Ismetin e Drinin. Qofse shef një njerëz suksesshëm, jo si nga ana ime, po edhe tjetër në fushë tjetër që mundoni, trokisni te dera, sepse nuk është turp. Sot njerëzit e kujtojnë që të ulim kokën edhe është turp. Turp është ku është vërtet që quhet turp.
po të arrish të bësh diçka të mirë, të bësh bizneset, të bësh një gjë, për mua nuk e quaj turp, se ne jemi një brez shqiptarësh që vritemi shumë nga këto gjërat. Ky filani, ky, jo. Je vetvetja. Sot shumë veta mund. Megjithatë, nuk është kaq e thënë kështu, nuk është kaq e lehtë, po. Jo, po du ta bësh të lehtë, sepse ti pa ne këshilla që është du ta bësh të lehtë. Thash sepse kur është turpi, që është për turp, është turp. Ajo që është turp, po s'është e lehtë pse? Pse ti mundohesh për një gjë më të mirë. Që të bësh një gjë për të ardhmen për të mirë, për fëmijët e tuaj, për familjen tënde, për bashkëshortin, për çdo gjë që mundohesh. Jo,